Është një melodi e kapshme dhe e gjallë me goxha ritëm e një far humori muzikor. Në një koncert në ambient të hapur, uvertura e Berberi Seviljes e Gioacchino Rossinit është ideale për të nisur mbrëmjen. Sidomos një mbrëmje gala siç është ajo Ram Lahaj and Friends. Një video e refugjatëve të Kosovës më 1999 ka shërbyer si intro për ta plotësuar simbolikën e motos së mbrëmjes dhe festivalit Play Music Not War. Uvertura e operës së Rossinit ka ardhur si kontrapunkt e thirrje për paqe e hare. Krejt kjo bëhet në kryeqendrën e vendit, që para 27 vjetësh që me mbi 10.000 civil të vrarë dhe rreth 1 milion refugjat. E të mërkurën mbrëma, me rreth 2.000 veta në publik, ullur e në këmbë për rreth është festuar për ditë më të mira. Me skenë gjigante, ndryqim të bollshëm e Orkestrën Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar në dirigjimin e Giuseppe Finzit, mysafirët e Ram Lahajt, tenor nga Kosova me karrierë ndërkombëtare, kanë ofruar spektakël. Mbrëmja që për nga entuziazmi ka qenë më e vakët se sa ato të edicioneve të tjera, ka sjell para publikut goxha nga opera e Rossinit. Una voce poco fa, interpretuar nga mezzosopranoja Stepanka Puchalkova, është brenda së njëjtës temë. Mbrëmja ka ndruar ritëm, por ka mbetur prap tek operat italiane. Me arjen Quando me ne vo nga opera La Bohème e Giacomo Puccinit, sopranoja Vanessa Giottesea ka sjell në skenë vajzën karizmatike e flirtuese që vetbesimi i aprek qiellin. E më pas ka qenë radha që në skenë të jetë edhe tenori Ram Lahaj. Mario, 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 sono qui, një prej frazave të njohura nga opera Tosca e kompozitorit Giacomo Puccini, ka bashkuar para publikut Lahajn me sopranon Vanessa Goicoechea. Me program ku janë interpretuar pjesë të veprave të Mozartit, Bizetit, Offenbachut, Bernsteinit, interpretuesit kanë sjellë në Prishtinë këngë lirike të repertorit botror. Pak më të njohura për publikun janë Por una cabeza, Bella Ciao dhe Abalati, të interpretuara nga Ram Lahaj. Lan tjetër efekt dhe kjo është reflektuar te publiku duke ju bashkuar koncertit me duar trokitje. Me aranjim të Gerti Drugës, O Bylbyl, o i bukuri i shpendëve, Mkazan Maraku dhe Kur më del në derë, interpretuar nga Lahaj, e kanë ofruar publikun edhe më me skenën. Aman, aman, o Bylbyl, o i bukuri i shpendëve. Shpesh është shkrirë ndarja midis skenës e anës së publikut duke ju bashkuar Lahajt me duar trokitje. Mezzosopranoja Stepanka Puchalkova ka thënë se shpreson që publiku të jetë kënaqur pasi nga ndjesia i është dukur sikur ashtu ka ngjarë. Edhe unë u kënaqa shumë pasi përformuam për mira njerëz dhe kjo është shumë speciale. Pastaj këndimi i këngëve shqiptare ku njerëzit këndonin me ne është një mrekulli. Jam tash e 2 ditë këtu dhe njerëzit janë shumë mitësor dhe ndihmues. Është si të jesh në shtëpi. Edhe dëshira më e madhe është që ky vend të ketë shtëpinë e operës. Dirigenti Giuseppe Finzi e ka përshkruar si kënaqësi të punojë në këtë projekt në Kosovë. Hapësira s'është një vend i përkryer për koncert, siç do të ishte një sallë koncertesh, por publiku ishte i shumtë dhe shpresoj që një ditë të kthehemi me një koncert në sallë koncertale. Sopranoja Vanessa Goicoechea krejt ndërmarrjen e ka përshkruar si tejet emocionuese.
Asnjëherë nuk kam interpretuar me kaq shumë njerëz në një shesh. Kam pasur koncerte në ambient të hapur, por në këtë rast ishte shumë prekse. Secili duar trokiste dhe festonte me ne. Shpresoj shumë që ky nuk është interpretimi im i fundit këtu. Sot kur kishim prova, u preka shumë nga muzika shqiptare. Kisha një lidhje shumë të fortë me të. Është e mrekullueshme. Bas baritoni Luca Pisaroni ka thënë se italianët kanë një traditë të largët të operës dhe të interpretosh në një vend që s'ka një shtëpi opere është gjë e madhe. Sikurse në Itali, po shumë energji e pasion dhe kjo e lehtëson punën. Është gjë e bukur të shohësh gjithë këtë energji njerëzore për një festival. Festivali që për një muaj ka sjellë në Kosovë emra të njohur dhe ka eksploruar talentet lokale, gjithnjë nderon krijimtarinë vendore. Vet Kembet dhe E kujtoja të takim janë dy prej këngëve ikonike të Nexhmije Pagarushës, që pos këngëtare me shumë nam, që edhe figurë emancipuese në ditë të vështira. Katërshja është bashkuar në skenë ku me lider Rami Lahajn kanë sjellë këtë këngë në nivel të lartë duke prekur traditën e këtyre anëve dhe njëkohësisht duke dëshmuar se vlerat janë të gjithëkohshme.